Ne problemi kemi tu, se ne kemi bredhën në bëgjyqjet, ka qenë 5-6 veta i kanë bredhën me atë ish pronari që ka bërë Bilbil Gjendoli, edhe tash ata kanë bredhën në bëgjyqjet. Tash ç'a bën, ai ka bërë letrat, po se falso, se qyshi ka bërë, se fshehur, edhe ne i bëjmë pyetje ti zotnis ku që ja ditë aty, i thamë, o zotni e ke trashëgimi këtë, po e ke blerë. Ai tha e kam blerë, po ku t'je ke blerë, ta dimë neve që ato kesh me konflikti qysh ke hyrë. Ai hyri aty, tash i ka bërë letrat, ai bota thotë unë kam blerë, se qysh janë bërë letrat, një zot e di. Po ju dispononi në dokument që keni marrë për përdorim apo? Jo, ne nuk sudem se është 5 terë, është fshati atje. Zot, to për punë tokës të lumit. Si qëndron problemi tokës tu, e keni vite që protestoni? Ne kemi vite, Dokumenta që është pranë juaj. kemi 30 vjet që ne e punojmë atë tokë. 30 vjet që ne e punojmë atë tokë. Kemi varret e prindërve, e gjyshëve tana ndë janë. Në që ka qenë shtëpi. Pastaj në kohën që u bëgja atua, shteti, Enver Hoxha na mori, na zoi krahun tjetër. Po varret janë atje. Kaq. Ne do ndrojmë tokën tonë. Tokën e keni me dokument? Nuk e kemi dokument. Është pastaj lumi. Tokë shtetërore. Nuk është tokë private. Kalojnë lendina kullota pranë komunave. E kupton? Kurse ne e morëm. Nuk e refuzuam, e morëm. Na thërritën, erdhe dhe shtëpia, na thruan në flet për na kërkuan gjykat. Na ka akuzuar kot. Është del keq. Ne jemi në punë, për mosin e këtu. Kemi atë ditë punë. Atë timën që do vini ju. Ne e la punë. Paraqit edhe s'ka Ju i lini punë, ke shtëpi dhe marrojmë punën. Miru pashë, për sot po. Nuk keni vend, do bëra tani tash. Shefi pa u paraqitur aty njerëz derisa më keni thirrur. Disa më thërritë këtu. Po herë firme që ka marrë vllave, marroj filmin se zi për era unë jam. Ne mua më takon që të vetë pa paraqita. Sot ajo. Sot do firmoset ajo. Nuk do paraqit. Ta shikojnë më mirë planin e Shikojnë punës pak. tyre, kur i dorëzojnë letrat. Shikoj. Zotëria këtu ka 50 lopa atje. Ai Dhe unë nuk i merr tuja, të shkel tuja. Derisa na thirrët ne. Kafe japim ne 20 kafe këtu. Është ku apeni. Po kalon në kalvar ECA-s nëpër polici duke ruajtur toka. Çfarë janë këto toka? Kto janë toka shtetërore. Toka shtetërore që me ligj kanë statusin e basenit ujor. Pra aty në kushtet e dimrit dhe në rastet e rreshjeve dhe përmbytjeve, ato krijojnë një digë, pothuajse digë artificiale. Siç e keni parë edhe ju, ishim ne banorët që ruanim argjinaturën me lopata, me zjarr, sepse cënohet integriteti. Tani na vinë her pas here dhe thonë që e kemi bler. E kemi bler nga ish pronar. Po nuk ka logjik. Sepse këta pretendojnë se ish pronari e ka marrë nga agjencia e kthim kompensimit pronave. Përpara një viti, deputeti i zonës Erion Braçi ka dresuar një kërkesë me shkrim agjencisë. Edhe ka kërkuar informacion. Agjencia i ka kthyer përgjigje shkresërisht, me firmë dhe me vull. Dhe kjo ka dhe përgjegjësi mbrapa, se nuk lëshohet në tym, sepse është institucion shtetëror. Ku i thoshte, nuk kemi kompensuar dhe kemi kthyer asnjë metër katror tokë për asnjë ish pronar në basenin e lumit Seman. Sipas ligjit 111 të vitit 2012 të nenit 5 në pikën A, B dhe C të tij, është tokë e patjetërsueshme dhe pa parashkrueshme. Pra nuk mund të bëhet dot me pronar, edhe shteti nuk e jep dot për zhvillim për bizneset. Tani këta vinë përpara 2-3 ditësh, ditë diel, në orën 10 përpara dite, edhe i gjetëm duke ngulur elemente betonit, elemente hekurit në argjinaturë. Po kjo është e rëndë sepse cënohet integriteti i argjinaturës. Edhe është e rrezikshme për të gjithë komunitetin, sepse nëse argjinatura aty nesër do shpërthej, uji shkon nga sheqi në Fier deri në Krutje, edhe i afrohet autostradës dhe dëmi do të jetë kolosal. Unë nuk e di kush do mbaj përgjegjësi për këtë. Edhe një diçka tjetër, është bërë një kallëzim penal vjet nga deputeti në prokurorinë e Fierit. Deputeti përpara një jave ka kërkuar informacion në prokurorinë e Fierit dhe ata i kishin kthyer përgjigje që është në fazën e dytë hetimeve. Tani ç'është kjo ngut, ç'është ky nxitim, këto veprime tinzare që vijnë pa dal prokuroria me një vendim, ndërhyn për rrethim,
Nuk e kuptoj. Nuk kemi pretendime për atë gjë që thot ai, po ne e disponojmë si na ka thënë fshati, domethënë komisioni e disponojmë ato. Kemi shkruar rreth dhe plepave, edhe kemi punuar sipas komisionit që na ndau, nga 800 metra përshpërim. Tani boti na vjen edhe na dal ka jo ka fituar letra, jo këtej po andej kot najer. Edhe i thash kaq, sillni letra tashun, ta dim dhe ne tashun si fshat. Kushti ka dhënë këto letra. Si qysh tek, si rrjedhojnë këto letra. Po ndronte surrat, jo këtej po andej, po mi ka dhënë Bilbili, po mi ka dhënë filani, mi ka dhënë ky. Nuk ishte i përqendrueshëm. Kaq. Qoni edhe ministrit na vinje tjerë fshat, mirë ben. Hadi Zema, hadi. Ska një, do më nga mrapa. Hadi, po. Hadi. Ja si ju janë dy. Po mirë tash, një minutë do të bëj një pyetje prapë ty tash. Ti më the që nuk është tuja. Pse e the nuk është tuja? Ktheva unë urdhrin, se isha për prokurorin e Fierit. Ktheva unë urdhrin. Më njoftoni po të vjetë atë të tjerë. Do vinë. Vetëm të lutem mos më buni. Partida hajde këtu. Nuk vjen tjetër. Ne jemi në punë. Për mosin e këtu. Kemi atë ditë Atë timën që do vini ju. Ne e na punë. Paraqit edhe s'ka Ju i lini punë. Ikë shtëpi dhe marrojmë punën. Miru pafshi, për sot po. Nuk e ke do bëra tani tash. Shefi pa u paraqitur aty njerëz derisa më keni thirrur. Nëse më thërrit këtu. Po herë firmën që ka marrë vllave, marroj firmën se zi për era, unë jam. Na thërritën, erdhe shtëpia, na thruan në flet për na kërkuan gjykat. Na ka akuzuar kot. Akuzuar to për punën e tokës të lumit. Si qëndron problemi tokës tu, e keni vite që protestoni? Ne kemi vite, Dokumenta që është prodha juaj. kemi 30 vjet që ne e punojmë atë tokë. 30 vjet që ne e punojmë atë tokë. Kemi varret e prindërve, e gjyshëve tana ndë janë. Në që ka qenë shtëpi. Pastaj në kohën që u bëgja atua, shteti, Enver Hoxha na mojë na zoi krahun tjetër. Po varret janë atje. Kaq. Ne do ndrojmë tokën tonë. Tokën e keni me dokument? Nuk e kemi dokument. Është pastaj lumi. Tokë shtetërore. Nuk është tokë private. Ne problemi kemi tu, se ne kemi bredhën në bëgjyqjet, ka qenë 5-6 veta i kanë bredhën me atë ish pronari që ka bërë Bilbil Gjendoli, edhe tashi ata kanë bredhën në bëgjyqjet. Tashi ç'a bën, ai ka bërë letrat, po se falso, se qyshi ka bërë, se fshehur, edhe ne i bëjmë pyetje ti zotnis ku që ja ditë aty, i thamë, o zotni e ke trashëgimi këtë, po e ke bler. Ai tha e kam bler, po ku t'e ke bler, ta dimë neve që ajo tokë është me konflikti qysh ke hyrë. Ai hyri aty, tash i ka bërë letrat, ai bota se të unë kam bler, se kjo janë bërë letrat, një zot e di. Po ju dispononi në dokument që keni marrë për përdorim apo? Jo, ne nuk së se është 5 terë, është fshati atje.
kalojnë lendina kullota pranë komunëve. E kupton? Kurse ne e morëm. Nuk e refuzuam, e morëm. Hajde na arrestoni atij. Kam edhe për të pia. Këtu edhe ikim ne. Arrestoni atij. Kalojmë ditën e punës për ditën se Ne jemi në punë. Jemi në punë. Çfarë ke?